ambasadorit, generalit amerikan ambasador në Shqipëri, është një vlerësim maksimal që i bërë Shqipëri, që ta din dhe që konstituojnë që në ndjekin, është një vlerësim maksimal që i bërë Shqipëris, dhe është ajo është guri provës që Shqipëria do shkoj drejt zhvillimit dhe drejt zhdukjes së komunistëve nga pushteti i Shqipëri. Dhe në të ardhmen, do bëhet bashkimi kombëtar, se s'bën do bëhet bashkimi kombëtar, për inat të grekëve, të serbëve, të komunistëve shqiptar, të parlamentit shqiptar, do bëhet bashkimi kombëtar. Ka mbaruar ajo punë, ka marrë formën e prerë. Ju avokat kur tha që grekët presin fundin e Ramës, e duan apo e presin se ka ardhur? Jo, ata presin çfarë do bëhet, janë me vesh ngritur, me vesh hapur. Çfarë do bëhet, thonë, prandaj nuk po ndihen.